Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Açık gitmez gözlerim, ölsem bile sevgilim kulaklarımdan çınlıyor beni anlatan sözlerin. Aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş bilmeyenler anlasın. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Faleminderit. Mirëmbrëma, Mirëmbrëma. mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Si përsëri. u gjeta? Nuk e di pse prisja sonte një këngë në një gjuhë tjetër. Zdi pse mu kriju ajo ndjenjë, ndoshta një këngë shqip. Jo pse nuk ishe e shkëlqyeshme në interpretim. Të treguan edhe Duart Trokitje se ishe e shkëlqyeshme në interpretimin e kësaj këngë. Dhe çfarë mund të them tjetër përveç se të lumt. Faleminderit. Qok edhe gjysmënare, qok. Mua sonte më ke knaqur pa fund, më ke emocionuar, sepse ti ke një fuqi në zërin tënd që është e lindur dhe nuk mësohet, që është ajo që disa artistë kanë, që kur hapin gojen të bëhet mishi kokra dhe të transmetojnë emocion. E dyta që më impresionon nga ty është se si në këtë trup të vogël që ke, edhe unë e kam të vogël, si ky trup i vogël mund të përmbaj gjithë këto dinamika që ti ke, ëmbëlsinë e notave poshtë, trajtimin me një ëmbëlsi gati mallëngjyese të strofave dhe pastaj një zë potent dhe disa akute të forta dhe një potencë në refrene. Nuk e di, je e mrekullueshme. Shumë faleminderit. Mua ma more zemër në tërsi, unë Stambollin e dua në mënyrë të veçantë në fakt. Gjyshi im thoshte duhet jetosh 200 vite dhe
dhe ende nuk e ke mësuar Stambollin, më dhe të gjithë melosin, dramën, madje dhe konfliktin që kam kaluar me bashkëshorten time një periudhë në atë qytet, madje gjithë ato magjin. Prandaj Të gjithë kemi nga një histori në Stamboll, më duket. çfarë thua? Po. Edhe ti? Po, jo si kjo jotja. Okay. Atë tjetrën e kam... Po, pra se... Në gjithë të potencial vokal që ke, edhe për vlerat interpretative, unë duat jemi sinqert, më mungoj atmosfera, sepse doja një këngë ndryshe. Kjo, dhe e thëmë në saktë, ne njohim karakterin turk të muzikës, atë që përqejme dhe rezlling këtu tek ne, se kemi dëgjuar plot e plot, Tarkan apo këngëtar të tjerë. Unë vetëm për këtë them se ndoshta me një këngë ndryshe do na ngazëlleje, por këtë interpretove shumë bukur dhe bravo të qoftë për punën që ke realizuar dhe bërë. Faleminderit. Toni, po... E gjitha kjo në ajër në kompleksitetin e saj, u mendoj që duhet ketë edhe diçka politike e gjithë kjo gjëja. Pra, 500 vjet bashkjetes, po thua ti që duhet shkthyer në një mënyrë. Bashkjetes? Dhe ta çojmë deri bashkjetes e quaj ajo, se pushtimi quhet konfederativ. Secili prej nesh ose një shtet që ka fuqi të madhe, sigurisht që ato gjëra do të bënte. Po kjo ha debat të madh, Adelin edhe Prandaj bëj qefin na këto një këngë shqipe çane, se 500 vjet ne Këndo koka në Stamboll, trupin jani. ja. Ke në dorë fatin politik të marrëdhënieve bilaterale të shkëlqyera midis dy vendeve. Kujdes. Kujdes, një këngë në shqip ndryshe. O këndo duar sa e duar Shqipërinë, fut nga këto. Mbase se do, po kështu. Po këndoj një... Ti Shqipëri më jep nderin e madh, ti Shqipëri më jep emrin shqiptar, se zemrën time ma gacove, ti ma gacove plot dëshirë e zjarr. Faleminderit. Më fal, vajza si e ka, si quesh, më fal. Si quesh? Derin. Unë do të sugjeroja, dhe ka mendimin edhe për shkak të aftësisë që ke dhe të notave poshtë, po të këndosh, të provosh originalin e këngës Pyes Lotin, ka mendimin se do na sjellë një tingëllim të veçantë. Edhe unë mendoj kështu. Sinqerisht. Edhe unë mendoj. Notat akute mund t'i nxirrte, refrenin do ta bënte shumë bukur. Jam e sigurt. Faleminderit. Megjithatë deri në atë moment pacin. Mirupafshim. Mirupafshim. Të shiosh Albinës Got Talent është emocioni veçantë nga çdo cep i skenës dhe backstage, po të pozicionohesh pranë jurisë është kënaqësi më e madhe. Gëzuar me një Golden Eagle. Gëzuar. Toni. Të kam gjetur. Të kam ardhur ku dëgjosh. Të kam gjetur unë këtu. Ti që më gjetë e mua, e mira të gjetë derën. Ti që më gjetë mua të vrafti modi zot. Jo, nuk është kështu kënga. Jo. Falenderojmë sponsorin Golden Eagle që mbështet këtë edicion të dytë të Albinës Got Talent. Ne jemi mirënjohës për çdo bashkëpunëtor që na gjendet pranë për të sjell një produkt shumë të mirë, një spektakël me vlerë dhe emocion. Është momenti për të shkëputur pak, për të marrë energji me një Golden Eagle dhe rikthehemi në gjysmën finale e Albinës Got Talent. Rrofsh.